e i përshuetime. A mendoni po? Po, do shta më ndërlirë me dy qashtje, që cilat avokati i shpalosi. Në një, përmendoj që po, në bazë gjenezës problemeve që lindin nga fëmit, edhe në popull ekziston një shprehje fëmit i bojnë gjaqet. Po mendoj që arsyeja pse fëmijët nuk janë sinqert është edhe kjo mënyra që prind e shfaqin tek fëmijët masa ndeshkuese. Edhe fëmijët e kanë frikën që të thonë vërtetën çka ka ndodhur. Për atë arsye edhe ata i ndryshojnë fjalët edhe shkaktojnë probleme tjera më të mëdha. Te gjenerata ime, shembull, sot jena ekspozuar ndaj dhunës. Po flas për gjeneratën time, maksimumi në shkollë ose një aktivitet fizik kena mujt më ardhë deri te një konflikt. Sot i ki rrjetet sociale që janë një farë lloj zanafille e problemit, kur fillon problemin me komente, me disa lojra, kemi pas na të kaluarën tash nashta 2-3 vite e ka, kur është organizuar një lojë me një kolektive të fëmijët që shfaqte dhunë ndaj vetvetes. Vetlendime. Po, vetlendime. Për ta vënë që ata që ish dashmi mbrojt, sot po është një farë zanafile e këtyre kacafytjeve, po flas për politikë konkretisht, e kemi pa në tubime këto, sidomos para zgjedhore, janë ekspozu vazhdimisht miturit, janë ekspozu vazhdimisht të simpatizuesit, pjesa lartë me flamura që janë kanë përfuni moshës 17 vjeçare. Pra janë ato folë që institucionet që ish dasht me i rujt këto që sa po e the, ata po heshtin edhe po i përdorin vetë. Po, ta qartësoj edhe për opinionin publik sa i përket, sepse ka mesazhe të ndryshme që më vinë, është juriste Astrid Gjocaj që ma ka dërguar një mesazh sa i përket temës së sotme. Thotë nëse nuk ka qenë shkak politika dhe mediat e kanë deklaruar ashtu, duhet më ndjek penalisht prej policisë për manipulim të opinionit publik dhe tendencë